Zonjë Shaslla, a më dëgjoni? Zotri Mumtaz dëshiron që t'ju takoj urgjentisht. Zotri Mumtaz? Sigurisht. Po vi me një herë. Me siguri e kanë kuptuar. Çfarë do të bëj tani unë? A nuk the se nuk do ta kuptonin? E kuptuan brenda 1 minute. Nuk mund ta besoj. A mund të qesosh? Çfarë do të qetësohu? Zotri Mumtaz më thiri në zyrën e tij. Me siguri nuk më thiri për të pyetur se si jam. Por asgjë në jetën time nuk ka shkuar mirë që nga momenti që të takova ty. Asgjë. Çfarë të bëj? Duhet të shkoj, do e mos. Por duhet ta dija. Me fatin që kam, duhet ta dija që kjo nuk do funksiononte. E hajde, ec? Nuk besoj se do të më lësh vetëm mua, apo jo? Me të vërtet nuk po vjen? Asllë, unë nuk mund të vi. Çfarë? Vërtet, tani në këtë moment do të më lësh vetëm mua? Çfarë prisja dhe unë gjithsesi? Bëra gabim që të besova ty. Çfarë ke për të më thonë, Hedie? The se duhet I tregoje diçka vllait tënd. Aman, Jashar, si bën kështu ti? Çe ke këtë zakon të ri që vjen kaq heshtur azi? Njeriu përshëndet të paktën. Po flisnin vetëm, ajo e tha si shembull. Pastaj shiko, ti u takove me zotrin Axhi. Ai po thoshte diçka se ndonjë mace kishte hyrë ose kishin problem me lulet. Shko kontrolloje një herë. Por Hedie më duket se do të thotë diçka. O zot, s'ka por Jashar. Ishim 2 gra që bënim thashë theme dhe na kapën. Mos u turproj dashur. Hajde burrim trim, hajde burrim tigër ti. Edhe kur të dalësh? Dhe kur të dalësh, merrim mbeturinat. Mos përgojo pas shpine dhe mos bë mëkate. Sa shumë që di edhe ti, Jashar. O zot, mos rënd dikush në duart e tua. Hajde shko. Shqyr zotit. O zot, pse po mos provon mua kështu? E gënjeva para syve. Jo, motër. Kjo nuk do të funksionoj kështu. Më duhet t'ja tregoj të gjitha. Nuk mund të jetoj me këtë sekret. Prit, Hedie, prit. Jo, nuk do ta bësh. E ke mbajtur këtë sekret brenda gjithë kësaj kohe. Por nuk mund ta mbaj, ma, më kupton, motër. Është si një gur I rënd në zemrën time. Kam ankthë për çdo natë, duke menduar se po mashtroj vajzën dhe vëllain tim. Mos e mundo veten as pak ti. Pastaj pa gjithë këtyre viteve, çfarë do bie do të ketë të zbulosh sekretin tani? Nëse nuk e zbuloj unë, do ta zbuloj Xhengizi. Më shiko mua, mos mendo fare për Xhengizin ti. A nuk ja ke paguar borxhet për vite me radha ti? Therte ai pulën që I bën vesh të arta. Pastaj, le ta hap gojen dhe të thot diçka, vetëm le ta bëj. Atëherë do e shoh ai se çfarë do I bëj unë. Ai motër. Ashtu, moj vajz, që e shpakti. Më shiko, nëse as kush tjetër nuk është pranë teje, unë jam. Hajde mblidhe veten, çlirohu pak nga këto gjëra. Ha? Vlla, vërtet më keq kuptove, vlla. Vlla, mos e bëj, vlla, mos e bëj, vlla. Në rregull, largo. Vlla. Shh. Ku janë paratë e mia? A nuk të dhash 3 ditë kohë? Vlla, dëgjon. Betojmë se do të paguaj, vlla. Borxhi është borxh, do ta paguaj, vlla. Në rregull. Po tallesh ti me mua? Sa muaj kanë kaluar që kur ti dhash parat? A vjen ende këtu për të luajtur bigjoz? Po luan bigjoz. Si s'ke turp? Vlla, më lër të luaj vetëm allëduar. Betojmë se do të paguaj, vlla. Mjaft. Do të më paguash duke më mashtruar? Mendon se njerëzit janë budallëj? A ti lejoj njerëzit të thonë se unë bëj mashtrime në bastoren time? Jo, vlla. Çfarë mashtrime, vlla? Betojmë se është e vërtet kjo. Unë po fitoja, por ata s'duan të më paguajnë para të Zotit. Dëgjoj këtu.
Shko gjej parat ku të mundesh dhe silli këtu. Nëse nuk I sjell deri në mbrëmje, do të pendohesh që ke lindur. Mos vlla Dorson. Si mund të gjej ka shumë para deri në mbrëmje, vlla? Kush jam unë? As mund të më japësh edhe disa ditë, lutem tani. Sot thash drejt që e martë. Përndryshe gjëja e fundit që do të shohësh në këtë botë është një plumb në kokën tënde. Përshëndetje. Zotëri Mumtaz do të më takonte. Zonjusha Asla, apo jo? Ai po ju pret brenda, mund të hyni. Hyn. Më keni thirrur mua. Eja këtu, eja. Ke shkuar të zyra studentore dhe je regjistruar. Nuk mbaj mend të kem dhënë miratimin tim. Zotëri Mumtaz, ju lutem më lejoni t'ua shpjegoj. Nuk është ashtu siç mendoni ju. Si nuk është ashtu si mendoj unë. E dini se ajo çfarë keni bërë është krim. Dhe nuk keni pse të jeni profesor I drejtësisë për ta ditur se çfarë u ndodh atyre që kryejnë krime apo jo. Kësisht, a duhet të informoj autoritetet gjyqësore tani? Zotëri Mumtaz, ju lutem. Qëllimi im I vetëm ishte të studioja. Kam punuar shumë, u përpoqa shumë që të pranohesha në këtë shkollë. E di, gabova, por më besoni nuk isha qëllime të këqija. Ju lutem mos më dorëzoni në polici tani, nëna ime do të shkatërrohet. Më vjen keq, por unë kur nuk kam qenë nga ata që bëjnë kompromis për këto lloj gjërash. Por mund t'ju jap një shans tjetër. Nuk mund ta keni bërë vetëm këtë veprim. Sigurisht se dikush nga brenda, dikush që një gjërat, që një mënyrën se si funksionon shkolla, duhet që ketë ndihmuar juve. Unë mund ta gjej lehtësisht atë person nëse dua, apo jo. Por nëse rrëfesh, atëherë mund të mos ketë nevojë. S'ka nevojë të shkosh te autoritetet gjyqësore, apo jo. Po dëgjoj tani. Kush të ndihmoj ty? Unë bëra gjithçka vetëm. Askush nuk më ndihmoi. Mos më gënje mua. Nuk po ju gënjej, nuk më ndihmoi askush mua. Fatkeqësisht duhet ta njoftoj policin, por ky është shansi I fundit. Ta shohim tani. Qëllimi im I vetëm ishte studimi. Bëra gjithçka për të studiuar. Mendova se nëse studioj, nëse gjej një punë të mirë, do t'i vinë ndihmë në nënës time. Jetova me ëndrrën e kësaj shkolle gjatë gjithë vitit. E tani që jam kaq afër, që jam kaq pranë qëllimit tim unë. Lëre të qetë. E dhja fort mirë që ti kishe gish këtu. Atëherë duhet ta dish edhe që duhet ta regjistroje. Përse ashtu? Sepse ti ke problem me mua. Dhe vajza është e pafajshme. Ai nuk mundi të regjistrojë për shkakun tim.
kështu që e regjistrova unë. Pasaj, ajo asje di. Prandaj lëre të shkoj. Më vjen keq, o zon, nuk mundem. Ose më sakt, nuk do ta bëj. Ke për ta bërë? Nuk jam as pak i detyruar që ta bëj këto, Azan. Ti je vetëm arsye pse vajza nuk mundi të regjistroj. Ke shkaktuar humbjen e dokumenteve të saj, e kupton? Ti shkaktove humbjen e afatit të regjistrimit. Unë tani po bëj thjesht punën time, birë. Nëse ta them unë ta bësh ke për ta bërë. Zotri Mumtaz, ju lutem. Hesh tani. Ti nuk ke për të regjistruar dhe je shumë me fat që nuk të dorëzova në polici. Tani del jashtë. Nuk ke për të regjistruar. Nuk ke për të regjistruar. Çfarë njeriu je ti, bre? Mallkuar qof dita që të takova në ty. Gjithçka që më ka ndodhur është për shkakun tënd. Më lër të qeta, kupton? Mu i qafe. Të urrej unë ty. Të urrej më shumë se çdo njeri që kam urryer ndonjëherë në jetën time. Me të vërtetë është shkollë e shkëlqyer. Djali im do të fluturosh nga kjo folea, apo jo? Baba, mos më trajto si 3 vjeçar, në rregull? Djali im i vogël do të largohet nga shtëpia e tij, nga qyteti i lindjes për herë të parë. A nuk duhet mërzitem? Baba, këtu nuk është Adana. Hajde rrugë të mbartësh. Pse kaq me ngut birë? Nuk do të shohim për muaj të tërë. A nuk mund të përqafohemi me njëri tjetrin? Dëgjo, ky është vendi huaj, mos mendo të bëhesh mik me ta, se sfari vlerësoj një herë. Si është familja e tyre, janë njerëz të mirë.
Nëse bëhesh mik me hora dhe huligan, betohem se nuk do ta fal. Në rregull, baba. I çove furnizimet e djalit në shtëpinë që po marrin me qira, po jo? Po, zotri, po. I kanë futur qoftet në frigorifer, sarmat dhe ëmbëlsirat në frigorifer, dhe salcën e domacës dhe bullgurin në dollapin në kuzhinë, ku nuk i zë dielli. Nëna jote tha që nuk duhet hash jashtë. Ajo tha se do të smurresh. Nëna ime hedh shumë erza ushqimeve. Do së murem nëse i ha ato. Po ku ka ushqim pa erza bir? Do të mendojnë çfarë djali nga Adana është ky. Zoti do të sjell në jetë një vajzë që i pëlqen erzat dhe pastaj do ta shoh. Dëgjoj, nëse nëna jote nuk do t'i pëlqente erzat, s'do e kisha martuar kur. Nëse më vjen prej këtu me një vajzë si kjo në krah, betohem se s'do ta fal kurrë. Në rregull, baba. Mos u shqetëso. Nuk do ha gjëra të këqija. Nuk do mitsohem me njerëz të këqinj. Gjithashtu do studioj shumë. Mos ki merak për mua. Në rregull, birim, në rregull. Shko në shkollë tani. Më jep bekimin tënd, baba. Bekuar qofsh luani im. A nuk dolën nga moda pantallonat me vija në vitin 1994, vlla? Këtë vit atmosfera është bërë keq fare, moj vajz. Ngadal, Më fal. Nuk të pash. pse nuk provon të vesh syze? Voglush. Shpirti im i vogël. Ja këtu të shohim. Ja të shohim. Ag! Vëlla, ma plase veshin. Nëse më pyet mua shko foli. Vëlla, nuk keni shkuar ende? Sinqerisht, zotri Andani më urdhroi të mos të lë vetëm. Sefa u shko dhe qëndro me të derisa të mësohet. Oh, baba. Aga, zemër babait, çfarë ti bësh? Vëlla, shiko. Mos më thirr aga. Në rregull? Në rregull, nuk të therras. Që tani jam në telashe. Shikoj njerëzit. Askush nuk ngjan këtu me mua. Por, vajza këtu nuk është kështu, apo jo, aga? E po ajo nuk është si këta horrat këtu. Ka zemër të pastër si duket. Duket e qartë. Për kë po flet? Se kuptova. Po flas për vajzën që s'ja shkulje syt gjithë mëngjezin, aga. Jo, as pak. Nuk e shikoja atë. Po e shikoja qenin në kampus, atë po e shikoja. Po shikon qend, po si?
Bir. Hajde. Hajde, Bir. A ke uri? Dje e the se nuk do të ktheheshe, por Nuk po kthehem. Por duhet të flasim për diçka. flasim? Flasim, Bir, eja. Është një vajzë. Jo, ashtu si mendon. Ai nuk është as shoqja ime. Është thjesht dikush që u fut në telashe për shkakun tim. Dikush që e pësoi nga incidenti i djeshëm nga motori që u doq, sidoqë për momente ajo që duhet të dish është se kjo vajzë u regjistrua në shkollën tonë. Dhe ka fituar një bursë të plotë. Por nuk mundi të regjistrojë për shkakun tim. Ajo meriton të jetë këtu. Duhet që të bëj çmos që e të regjistrohet në këtë shkollë. Mirë se erdhe, Mymtaz. Mirë se gjeta. Ozani ka një kërkesë për ne. Qen ka një vajzë e re. Ajo nuk mundi të regjistrojë. Nga e diti këtë? Ozani nuk të ka treguar gjithçka, apo jo? Ti kënaqesh me këtë apo jo? Ti kënaqesh kur njerëzit vuajnë apo jo? Ozan, a është gjë që bëhet ajo që bëri ti, ha? Ti dhe vajza shkuat në zyrën e çështjeve studentore. U përpoqi ta regjistrojë ata në mënyrë të paleqshme. A nuk e sheh në çfarë situatën ke futur me stafin? E dashur, të lutem pas gjithë kësaj si mund ta regjistroj këtë vajzën? Hajde më thuaj. Ozan, çfarë do të thotë gjitha kjo? Çfarë mendon se po bën ti? Çfarë të shkojnë ndër mendjet tua, ke kryer një krim? Bëhet fjalë për jetën e një vajze të re. Sa njeri pa mëshirshëm mund të jesh? Po i shkatron jetën një vajze të pafajshme vetëm për t'u akmarrë ndaj meje? Ozan, Zhilide, shtajta ime. Shiko tjedi, nëse do të mundja, nuk do lejoja kur të vonte kështu, asnjëherë. Por duhet ta bëj punën time, zemër. O, Zot, si do t'ja them? Si ta shoh nënën e fytyrën tani? O, erdhi studentja jon dhe krenaria e familjes son. Sigur edhe e Lyli të kishte filluar universiteti me ty. Që të mos i duhi të punonte. Sa mirë do të ishte nëse do të shkoni të dyja bashkë.
Profesor, do të ndjek lendën tuaj zgjidhore. Nuk do të ketë asnjë kërkesë për pjesëmarrje të rregullt, apo jo? E pra ndoshta s'do të mund të vi rregullisht. Vajz, si të duket ty kjo, si klub për hobi apo studio pilate? Nëse nuk do të vish, mos e ndiq lëndën time. Profesor, do si juaj me djath. Si gjithmonë mesazh do matesh. Faleminderit shumë e dashur, të mundova. Hej, shiko. A i gjetë Ozanin? Hej, me ty po flas vajz, a je shurdhuar? E gjetëm. U dogji shumë aga. A thua në cilin fakultet është? U dogje aga, u dogje shumë. Në rregull vlla, mirë jam unë. Nuk ka problem. Si do qoftë, nxirre gjaketën. Do ta çojnë më një herë në pastrim kimik. Do të kthehen pas një ore. Në rregull. Aga. Prit. Zonja më tha se bën ftohtë këtu. Nuk duhet të ecësh pa gjaketë. Ja, vishe. Oh, nën, po me jep urdhra nga 500 kilometra larg. Po, jep urdhra zonja ime. Sinqerisht duke shumë elegant. Shumë elegant. Super. Në rregull vlla, shko ti. Do merrem unë me punët e mia. Pastaj do shihemi në kafene. Mirupafshi. Hajde shihemi. Bie ime dashur, Aslı? A u mësove shpirti im me shkollën, hë? Nurani më tha se ishte vend shumë i bukur. Ashtu. Ka shumë të rinë nga lagja jon atje. Do t'i takosh të gjithë së shpejti ti. A ke takuar ndonjë? A ke njohur dikë? Kam takuar. Kë ke takuar ti? Nga lagja jon apo nga jashtë? E dije. Në atë shkollë shkojnë edhe shumë të huaj, apo jo? Ndoshta do të bëj shoqje edhe me ata. Seriozisht? Ju të dyja e vut vajzën të gjorë në mes dhe nuk e la të marrë frymë për 2 minuta. Amani Ashar, pra, ç'të bëjmë? Kemi merak, pra. Nuk mundëm të shkonim vetë në përshkolla. Kur na tregojnë për shkollën është sikur të kemi shkuar edhe ne, apo jo, e di? Ashtu është përbes. Po shkoj të ndërrohem unë. Pritë të ndihmoj edhe unë. Mbështillej mirë, Hedie. Ama, mbrej Ashar, çfarë mund të bëj zemra e një nëne? Ajo nuk e duron dot që vajza e saj t'i shkputet nga sytë. Dimri këtu nuk është si në Izmir. Duhet të veshësh diçka të ngrohtë. Përveç kësaj shkon në shkollë çdo ditë. Mos shko me të njëjtat rroba. Duke filluar nga shtatori, bli çfarë të duash. Dil me i lylin. Nuk ka nevojë as pak nën. Mos thuaj kështu. S'ka problem. Dhe mos u shqetëso. Babai yt nuk e di për këto. Kam ruajtur unë ca para nga disa pundore të vogla që bëra për fëqinjën. Vajza ime, mos u mërzit. Nënat janë për kohë të tilla. Nuk do të lë kur pa para këtu, mos u shqetëso. E rregulloj unë këtë. Nuk do të lejoj të ulësh kokën nga turpi. Thjesht përqendro në studimet e tua. Hajde. Ndroj rroba tani. Po shtroj unë tryezën. Eja dhe ha pastaj mund të pushosh mirë.
Pse po telefonon përsëri? Po, Gjengiz. E dje, më dhe jo, më duhen para urgjentisht. Banka telefonoi e më tha të paguaj borxhin. Duhet t'i dërgosh me njëherë, në rregull? Si ashtu ti the që kishe ka? Apo gënjej unë moj? Më telefonuan banka, do të ndërmarrin veprime ligjore. Duhet t'i dërgosh me njëherë, duhet t'u japim qësonte. Gjengiz, por unë nuk kam para. Edhe me ato që na dhe, mezi do t'ja dalim derisa të kthehesh. Çfarë të bëj tani? Po të themës më çmend. Aslët duhet të ketë ndonjë para. Thuaj të gjej diku, nëse jo, le t'i thot shefës se ka urgjencë. Le t'ja thoj këtë. Duhet t'i dërgoj sonte, kupton tani? Kuptove tani, shpejt, më shpejt. O zotun, çfarë do të bëj, ku do t'i gjej ato para? Çfarë ke, Hedje? Çfarë parash? Motër, jo, s'është asgjë. Hedje, a të mërziti përsëri Gjengizi ty? Ha? A të kërkon para ty? Mos ngurro, grua. Apo të kërkon para përsëri ai Plera? I kishte borxh bankës. Duhet ta paguaj. Më thot t'i dërgoj para sado që të kem. Çfarë borxhi paska? Nuk e di më motër. Më tha t'ja dërgoj me njerë. Thot që t'ja marasles. I dhash vajzës disa para për të bler rroba, që të ketë më shumë për në shkollë. Si ti them se baba i saj kërkon para tani? Si ti them jepi ati? Merri ti këto para? Merri. Motër, çfarë po bën, jo s'bën? Bën. Merri tani. Merri këto para po të them unë, merri. Motër, jo s'duhet. Vërtet nuk mundem kështu. Po të hapim të lashë, po të bijem ba. Mos ta dëgjoj më këtë fjalë ty. Kur të them merri do t'i marrësh. Hajde, shko dhe depozitoj në bank poshtë rrugës para se na shoh vëllai. Motër, faleminderit shumë. Të premtoj do ta paguaj, borxhi është në rregull? Hedje, hajde. Mirë, borxh është borxh. Shko dhe depozitoj më shpejt. Gjithçka që më ka ndodhur është për shkakun tënd. Më lër të qetë mua, kupton? Mu i qafe. Unë ty të urrej. Të urrej më shumë se çdo njeri që kam urryer ndonjëherë në jetën time. Vëre këtu, motër. Vajza ime? Eja, pse nuk e ke ngëndruar rrobat? Unë kam diçka që duhet të them ty. Asla? Ju lutem uluni. Eja? Ullu, vajza ime. Shpirt, çfarë ndodhi? Unë nuk mund të regjistrohesha në universitet. Ju gënjeva juve. Nuk do të mund të studioj në shkollë. Vajza ime, shiko, mos më bëj shaka të tilla, betohem se do të më pushoj zemra. Apo bën shaka ajo? Asla? Vajza ime, seriozisht e keti? A është e vërtet kjo? Si ashtu? Duhet të them pse nuk u regjistrove, çfarë ndodhi?
Nuk mund të regjistrohesh, Anan. Nuk u bë. Mirë, po pse nuk u bë, vajza ime? Të mashtroi dikush? A të pengoi dikush? Më trego tani mua. Askush nuk më ndaloi. Është vaj isha vonë. Pastaj më rënë dokumentet rrugës për në zyrën e çështjeve studentore. Nuk mund të tim mblidhja. Thjesht nuk u bë, pra. Afati kaloi dhe nuk më regjistruan. Mirë, por është e drejta jote të studiosh atje. Si mund të mos regjistrojnë? Folëm, nën. Askush nuk mund të bëj asgjë. Hajde të shkojmë të flasim me ta. A është e mundur kjo? Duhet të themi se kjo vajzë ka të drejtë të studiojë këtu. Erdhëm deri këtu për asgjë? Duhet të themi se kjo vajzë duhet të studiojmë, të bëjmë diçka. Prit, nën. O e vogla ime. Vajza ime, ëmbël. A e ke mbajtur këtë brengti për ditë të tëra? Kush e di se sa shumë keqar. Mos qaj tani, vajza ime. Mos qaj, në rregull, ka zgjidhje për çdo gjë. Pse nuk ma the ti mua asla? Do doja të ma kishe thënë dje. Pse fshe gjëra të tilla nga nëna jote, vajza ime? E dje, ata thrasi me Lylin? Ndoshta ajo e njeh dikë, ndoshta dikush mund të bëj diçka. Jo, e Lyli bëri çmos. Tani askush nuk mund të bëj asgjë. Ju bof mirë. Faleminderit. Puna e mbarë. Do doja një tost me djath dhe një çaj, ju lutem. Patjetër. Një çaj, moj vajzë. Shpejt, të lutem. 8:75. Oh, jo, portfolin e kam gjaket. Më fal. Portfolin e kisha në gjaketën tjetër. Duhet të them në gjaketën që e laga. Dhe për fat keq nuk kam para tani. A mund t'u paguaj më vonë? A e dini sa njerëz ju përdorin këtë marifetin mund ta paguaj më vonë çdo ditë? Hajde, mos ma bloko banakun. Nëse s'ke para, s'ka çaj, s'ka sanduiç. A mendon se edhe kafeneja është me bursë sepse shkolla jep bursë? Më shiko. Nuk ka asgjë falas për këtë mashtrues. A kuptove? Ja. Meri, si mund t'ju ndihmoj? 2 gjevrek të lutem. 2 gjevrek. Ordra. Unë ashtu... I mora fshehur nga pronari. Do t'i paguash më vonë. Të bëft mirë. Haje. Nuk e di më si çfarë të bëj. Nuk ke çfarë të bësh e dashur. Problemin me mua e ka këtë djalë. Thjesht nuk mund të pranoj. Pasi vdiq Selimi, bëra gjithçka që munda që ai të mos ndjej pa babau. Nuk funksionoi. Nuk është e lehtë. Ka vuajtur shumë ai. Në fakt, nëse do mëson të gjithë të vërtetën për të atin, ndoshta gjithçka do të ishte ndryshe. Kur? Jo, Mimtaz, ai do të shkatërrohej. Në rregull, shteta ime.
Ozan, çfarë ndodhi bir? Baba, nuk e bëra me qëllim, më fal. Pasqyra u thye kur motori ra. Pra pasqyra u thy, ha? Në rregull, qohu atëherë. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Po me që është kështu, në vend që të luash me top, do të më ndihmosh të rregulloj pasqyrën. Nuk ke pse të qash. A u kuptuam? Dakord. Toke. Hajde bir. Ke shansin ta rregullosh atë që e bëre. E rëndësishme është që të përpiqesh, të jesh gati të bësh sakrifica. Do të shkoj të flas me zotin Mymtaz. Do ta luz, do t'i bie në gjuhën, do bëj diçka. Vajza ti tha të gjitha, Hedie, nuk e pranoj. O, zota, jesh një ndyrsyre vërtet. Shumë njeri nevrik. Jo, unë duhet ta kisha sjell vajzën këtu që në fillim. Ajo më lutej aq shumë. Shkova dhe prita që Xhengisi të ishte në humor të mirë. Ai është i gjithë i faim. Nga ta dije këtë ti, Hedie? Mos e mundo veten. Po bëj gati valigjet tën. Hajde të kthehemi në shtëpi tani më. Hajde të kthehemi, vajza ime. Erdha aga. Ku mbetet tani vëlla? Ma jep shpejt portofolin. Të betohem. E vura re te pastrimi kimik. Portofoli për pak do të zhduke. Mirë, ma jep. Vëlla, mos më prit. Shko në shtëpi. Unë vajzash, ha? Më falni, a mund t'ju pyes diçka? Sigurisht. Sa po jam regjistruar në universitet, ku është biblioteka? Vazhdo drejt prej këtu. Do të kesh përballë parkut kur të arrish atje. Faleminderit shumë. S'ka problem. Eylül! Eylül, mëj! As të thash që s'ka asgjë falas? Më the, shef? Mendove se s'do ta kuptoja. Qendër bamirësie jemi ne, mëj? Po ta heq tani nga paga jote. Nëse ndodh përsëri, do të fluturosh që këtu, prandaj ki kujdes! Më falni, e gjeta portofolin tim. Të faleminderit. Më fal, më vjen keq që unë ndodhe në situatë vështirë për mua. Nuk ka problem, jam mësuar, s'ka gjë. Ashtu, por këto le të mbeten tek ti, këtë herë ke nga unë. Dëgjoj, e kuptoj që je student me bursë. Unë studente nuk jam, por e kuptoj. Nën? Eylül, a mund të dalësh pak më herët sot nga puna? Puna më mbaron për një orë, por do të vi sa po të mbaroj. Çfarë ndodhe? Pra ja sa më herët do të flasim kur të kthesh. Nëna ka ndonjë problem, më thuaj të vërtetën. Sinqerisht, Eylül, jam shumë e zemëruar me ty. Vajza ime, përse nuk na the që Aslı nuk mund të regjistrojë në shkollë? Prit një minutë. Nën, nga e morë vesh ti këtë? Kush ta tha? Nga ku do ta mirë një vesh tjetër? Aslı na tha pra. Nejse, prandaj të telefonova ty. Hajde shkoti. Halla jote dhe Aslı po kthehen në Izmir. Çfarë? Si mundet? Po ne e rregulluam. Ka ndonjë problem? Mua po duhet të ik. A je mirë? Ke nevojë për ndihmë?
Nëse do fillosh të bërtasësh, po të them se nervat I kam në kulm. Sot, u përpoqja shumë për ty. Të mbrojt aty, por... Unë e kisha gabim. Këta e pranoj. Por Mumtazi nuk më la zgjidhje tjetër. Pse nuk vjen tek unë, Ozan? Jam nëna jote, pse jam gjithmonë I fundi që I marr vesh gjërat? Ne kaq të largët jemi. Nën. Ajo s'ka të bëj fare me atë që ndodhi dje. Nuk doj që jeta e sa të shkatërrohet për shkakun tim. Thjesht dua që të rregulloj gabimin tim. Dhe asgjë tjetër. Dëgjoj të kuptoj ty, por nuk e kam idenë se çfarë mund të bëj. Rregullat janë të qarta. Mumtazi, a e di si t'i thyje këto rregulla nëse I vjen për shtat? Dhe s'ka për ta bërë nëse unë ja kërkoj. Por nëse ja kërkon ti, s'ka gjë që se bën kur ja kërkon ti. Dhe nëse rregullon këtë që vajza të regjistrohet, nesër kam ndërmend që të vi me ty. Kështu nuk do të kesh nevojë të shpjegosh asgjë askujt. Me të vërtet? Po I fut hundët në çdo gjë, njësoj si babait. S'ka gjë. Do bëhet mirë. Gjithsesi do të shqetësohesha për ty. A të bërtiti babai ty? A u zemrua? Nëse pyet babai, do të themi se nuk na pëlqeu shkolla dhe u kthyem. Nëse ai thot se I harxhuam parat kot, Jo. Nuk do t'i tregosh asgjë babait tënd. Më dëgjove? Do të flas unë me të. Nuk do të flasësh me babain për asgjë lidhur me shkollën. Sikur të mos kishim ardhur fare këtu. Dakord? E kuptove? gjithsesi ashtu do të jetë. Do të vazhdojmë jetën tonë sikur të mos kemi ardhur kur këtu. Ti mos u premkos as pak. Mimtaz, duhet ta regjistrosh atë vajzë patjetër. Zhylide, shteta ime, as do e bëja nëse do të mundesha, por ka rregulla shkolla. Përveç kësaj, a nuk do të thonë se po sillesh ndryshe kur bëhet fjalë për djalin tënd? Ozani për herë të parë pas kaq kohësh na kërkoi diçka neve. Ai premtoi të marr pjesë edhe në pritje. Kush e di sa do të binte të jetoj me ne këtu? Ti e di sa e rëndësishme është kjo për mua. E shteta ime, dashura ime, sigurisht që e di, por ata duket e drejtë ta mbledhësh gjithë bordin dhe t'ua shpjegosh situatën secilit individualisht për një vajzë që as nuk e njohim. E drejtë ose jo? Aslo? Çfarë ndodhe? A nuk e bët regjistrimin? E bëm pra. Për na zbuluan. Babai ati horrit gati sa nuk na thiri policin. Tazi? Po, Zane? A nuk bërja gjaj?
A nuk foli me ta atin, a nuk ja shpjegoj situatën? A i shkatron çdo gjë që prek me duart e tij. Shkatron. Lutem që të mos jem më kurrë në të njëjtin qytet me atë. Dua që të jetë sa më larg meje. Shpirti, nëse kjo merret vesh do të bëhet skandal. Do të mendojnë se po përpiqemi të mbulojmë krimin e djalit ton. Nuk mendoj se dikush do të merrej me regjistrimin e studentëve me bursë. Përveç kësaj kjo vajzë kaloi provimet e pranimit. Zhilide. Edhe unë paç sa ti dua që Ozani të kthehet në shtëpi, por Atëherë zgjidhja këtë situatë. dashura ime, shiko, nuk po mendon si duhet dhe po ma thyen zemrën, vetëm duhet ta dish këtë. Atë vajzë do ta regjistrosh, Mymtaz. Ose do ta bëj unë personalisht. Mos harro se kam më shumë autoritet se ti në bord. Nuk jep e leje, as për mirë se ardhe, as për lam të mirë. S'ka nevoj, valla. Gjithsesi e dim rrugën. Na uro rrugë të mbar. Të kemi shkaktuar shumë probleme. Sinqerisht, po e the edhe një herë këtë, do të zemrohem ty. Por do doja të qëndroni gjithmonë këtu. Faleminderit për gjithçka, valla. Zoti të bekodh bie i me e dashur. Ndoshta do të pranohesh vitin e ardhshëm. Jo, daj shpirt. Çështja e shkollës këtu u mbyll plotësisht për mua. Abi. Alo? Po, unë jam. Nuk e kuptova, më falni? Nuk ka ndonjë gabim, apo jo? Dakord? Dakord, faleminderit. Çfarë ndodhi? Kush telefonoi? Ishte zyra e çështjeve studentore të shkollës. Dhe? Më ka regjistruar. Shqyqyr Zotit. Shqyqyr Zotit. Hajde. Ja.